I ngarkuar me eksploziv, kush ishte objektivi i dronit që alarmoi Greqinë? Rasti i izolimit të dronit nga peshkatarët grek në ujërat e ishullit Lefkada po kthehet në një thriller të vërtet, pasi mjeti në New York pa pilot rezultoni mbushur me eksploziv dhe mbartë sensor të veçantë, antena dhe pajisje komunikimi me teknologji të lartë. Droni u gjet brenda një shpelle me motorin ndezur dhe peshkatarët Helen e lidhen dhe e tërhoqën në portin e Vasiliqis, ndërsa roja bregdetare nxorri nga uji dhe ja dorëzuan më pas Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, e cila ka marrë përsipër ruajtjen dhe ekzaminimin e tij. Prototema.gr raporton se ky është një dron që nuk i përket një personi privat, pasi është i ndërtuar për qëllime ushtarake. Në fakt, të njëjtat burime për mediat greke raportojnë se ai ishte i ngarkuar me eksploziv dhe 3 detonator dhe është çarmatosur nga shërbimi kompetent i policisë helene. Sipas burimeve ushtarake, forcat armatosura greke po hetojnë origjinën dhe karakteristikat teknike të dronit, i cili rezulton të jetë një USV i përparuar i prodhimit Ukrainas, i ngjashëm me ato që janë përdorur gjërësisht në luftën kundër Rusisë, për misione zbulimi dhe sulme me precizion të lartë kundër objektivave në detin e Zi. Sipas informacioneve, pala greke është në dijeni të përpjekjes së ukrainasve për të monitoruar dhe goditur anijet e të ashtu quajturës flotë ruse në hije, me 2 incidente që kanë ndodhur tashmë në Mesde dhe një në jug të Kretës muaj më parë. Ukrainasit thuhet se kanë vendosur dron të tillë në Mesde, duke u përpjekur të zgjerojnë frontin dhe kanë transferuar luftën shumë larg kufive tradicional, duke ushtruar kështu presion jo vetëm mbi Rusinë, por edhe mbi shumë vende të tjera, në mënyrë që ato të kontribuojnë edhe më shumë në forcimin e Kievit. Ministri i jashtëm grek, Yorgos Gerapetritis, në një këshill të punëve të jashtme të kohëve të fundit, kishte ngritur çështjen e sulmit ndaj një anije ruse, duke theksuar rreziqet që do të kishte ky transferimi i luftës në Mesde dhe i kishte kërkuar komisionit të hetonte incidentin, ndërsa e kishte ngritur çështjen edhe me palën ukrainase në takime bilaterale. Lëvizje të tilla ndër të tjera krijojnë kërcënime serioze për lirinë e lundrimit, jo vetëm për anijet tregtare, pasi Mesdeu, veçanërisht në muajt e verës, është një rrugë detare e ngarkuar e përshkruar nga mijëra anije private të vogla dhe të mëdha, dhe nëse vërtetohet se droni i gjetur në Lefkada kishte humbur kontaktin me operatorin e saj, kjo i nxjerr në parë rreziqet edhe më shumë, pasi mjeti lundrues nuk ndodhej në det të hapur, por në bregdet. Sapo të përfundoj vlerësimi të dhënave nga studimi i anijes me dron, do të ndërmerren në hapat e nevojshme diplomatike dhe sipas prototemës, Bashkimi Evropian do të informojë nga Athina zyrtare. Po ashtu, çështja do të ngrihet për diskutime edhe me Ukrainën, nëse vërtetohet përfshirja e saj në praninë e dronit me eksploziv në Lefkada.